Kështu që nëse më sheni më falni, mos ju vjen keq. Kam shumë tiktokera që nashta jo që s'më i doroj, po i kam nashta edhe blok. Po kontenti tina, domethënë nuk ka që më jep ndaj përshtypje ku më di çka, po them. Folin për tiktokera që merren me TikTok, që bojnë TikToka, apo folin për kësi që vish luajn loja. Një person që më ka gëzu, kështu është Dafina, se Dafinën e kum pas. E për gruan e vllaut, ma pa jo të s'ka. Rami, fillimisht tregom qysh je edhe me çka i duke u mirë ton këtë kohë. Për moment jem shumë mirë, jem me një farë energjie të full, kështu atë, nuk di as ku e ka kufinin që ka energji, pjesë orë që kjo Ramazan, po tregoj drejtën se kom ndryshu shumë si njeri, edhe e kom vendosur si goal që të vetë, që me ndryshu komplet si njeri, i kom lënë ato habits këqija që janë, ja kom nisë të u merë, domethënë me sene të mira, të mundu me hek atë keqen për i trupit, kështu që për momentin jam shumë me një energji të mirë, jam të mundu që me hezësh për para, mos mundova keq. E di që je edhe me Ramazan, qysh po t'jetë kjo koha edhe që so vite agjeron? Agjeroj pej 2-13 vjetëve kur i kom pas. Ja kom nisë shumë fëmijë, shumë i ri, bele, ja kom nisë, domethënë, namaz e kësi sene, nuk i kom nalë, pesi u konë, domethënë, i vogël, bele edhe në shkollë fillore, këna konë, arsimtari nuk në leke me shku mu falë gjumave, u duke me ikë për orë, shpejt me shku, kështu që, domethënë, shumë kare ja kom nisë. Unë e di që je shumë aktiv në TikTok, po para se me kalu të kjo pjesë, e di që pashtu je aktiv edhe në muzikë. Ke qenë më herët e ke ndërprej pak, tash prap ke me vazhdu. Cilat janë projektet e tua të ardhshme soi përket muzikës? Muzikën e kom pas, domethënë, kom punu në muzikë, kom bo do kongë, kom bo një kohë para 3-4 vjetë, i kom bo do kongë që jom pashku viral kohë në TikTok, po e kom pa bo një pauzë për shkak punët mija, se unë po të tërgoj që e kom pas një energji negative, jam të ndryshu zë sen, e stesh do me thonë për momentin jam të punu apet, i kam 2 kongë të reja që i kom bo, kësmet shumë shpejt e kom nërmaj me jansu, që që jam të punu, kapak. Ta shikom do pyetje paka shumë, e dina që je një tiktoker mjafti famshëm në rrjetet sociale, qysh po përballon këtë famën tënde? Për shembull atë nolin më shpesh tash njerëz në rrugë ose me thonë që ky Rami tango i TikTokut e çdo gjona. Para 3-4 vjetë që të tregova që merr me muzikë, u kone piki i famës që e kom pas, u kone nalt. Edhe qatë kohë domethënë ka njoft njerëz më nalshin, më fëlshin, domethënë ju pa mësu me atë që më kanë njoft njerëz, më kanë nalë, me më folë, nuk jem një për shembull uncomfortable si person. Po tash domethënë që ja kom nis apet, domethënë mu rikthy, se domethënë ja kom bërë një pauzë gati 2 vjet, po për momentin jam të rikthy apet në rrjetet sociale, në muzikën, se apet ja kanë nisë njerëz të më njohë, të më folje, po apet tash derisa të mësoj atë vetëm, derisa të mësoj për shembull se jam pak kriju një person shumë antisocial, nuk më isha më merr më kërkon, unë isha shumë uncomfortable kur më fal këtë dikush, po tash apet ja kam nisë të mësu, domethënë me njerëz, me fol me ta. Kështu që nëse më sheni më falni, mos ju vjen keq. Po më bën përshtypje njoft ka Rami Tango. Prej ka orë që ke njoft? Ke nuk po me orë për shkollës mesme. I kom pas do për shokëve që më kanë thonë Rambo Tango. Më kanë thonë Rambo Tango, po tash për momentin, domethënë kur kom pasit emrin, nuk më ka bo Rambo Tango, e kom lënë Rami Tango. Edhe tash më ka metë që ajo, si novë, ku më thonë njerës Rami, tash ajo më ka metë. E bilja dhe të shpis ka herë po më thonë Rami, kusë që ju mësu për i ty në më thonë, ju mësu Ramosh më thirë, po apet që s'ka dërë, njejtë. I kom do pyetje pak ma spicy soi për këtë TikTokut. Cili është një tiktoker që nuk e doron dot, po prapë se prapë bëjmë përshtypje me ngu prej kuriozitetit? Do është një folë për këtë sa. Se i kem do njerëz që nuk i durojmë hiç, po i ndjekum prapë se prapë. Mos pe çojmë far budallakia nëse. Unë s'po them, unë kam shumë tiktokera që nashta jo që s'më i duroj, po i kam nashta edhe blok. Se ç'është si. A është lista gjatë e bllokëve? Shumë kom tiktokera që i kam blok se type. Nuk kam jo për një sen që kam diçka kundër tyne. Nuk muna për shembull me shoj kur e kena të njëjtin sen, apo kupton? Po për shembull Taulant Abozin, unë e respektoj shumë për punën që e bën, se është konstant domethënë poston të nkuan, merret të nkuan me punën e vet që e bën. Po kontenti tina domethënë nuk ka që më jep ndaj përshtypje ku më di çka, po them. Amo e respektoj apet se njëjtën punë e bojnë, A të kontaktojnë faqet për me bashkëpunu
reklama ose çfarë do qoftë? Ka, po shumica aty në kur ja jap një çmim që mendoj që nuk është çmim ku më di çka i madh, po kur t'ja jap një çmim, më një refuzojnë, ose më një herë ju duket diçka është tepër e madhe. Për shembull tash unë po tregoj, është sani që një kohë i kum bërë reklama shumë lirë. Edhe se normal, që thojnë një vjet do të më punu, po do të më punu për mështeri. Edhe i kum bërë reklama shumë lirë, edhe që ajo pagesë që për shembull e kum marrë për ty, për të më thonë që ato parë të vogla që i kum marrë, ju kanë duke tepër ta më kanë bërë, për shembull një apo 2 vjet më ja bë. Po njerëz nuk e kuptojnë se TikTok është mënyra më e mira që mundesh për shembull me qit, po me promovu edhe me qit produktin tënd për shembull jashtë që me po njerëz. Po më intereson prej këtyre tiktokerave që ka i kemi, po flasim për Kosovë këtu, cilit bën pak më apo folin për tiktokera që merren me TikTok, që bojnë TikToka, apo folin për kësi që vish luajnë loja? Në përgjithësi, që bojnë TikTok, që bojnë video kreative, gjona tilla, që promovojnë qoftë bizneset ndryshme. Domethënë po folin bash tiktokera. Bash tiktokera, po. Po folin për këta që bojnë meça për gifta. Për gifta, po. Cili të bën pak më shumë përshtypje, se ose ti që e konsideron që thu që kjo është serioz për mua dhe isha hi me lojë, po edhe me bë bashkëpunime të ardhmen çka do qoftë. Ka shumë tiktokera që janë të mirë. Kam bele shoqëni jashtë, kam në Amerikë, në Gjermani, gjithka që janë tiktokera shqiptarë që jetojnë jashtë. Ka shumë që nuk po du me hi se të shumë po më bjen pali dhe për miliona i kanë jashtë. Kështu që ka shumë të mirë. Edhe i përshëndes cilin për ty nëse nuk ka problem, unë nuk e kam problem për me bo bashkëpunime me kërkana, është sani që nëse më pëlqen vibe me ty, nëse na pëlqen për shembull çka bojna një disa bashkë mirë, se kam problemun e hes. A ka diçka që e ke postu një TikTok veç për mjo hakmer dikujt? Që e ke po që ka qi diçka kundër teje, ose çka do qoftë ku pe di, ose fonca ose tiktokera edhe që e ke përdor rrjetin tënd social për mjo hakmer me një farë forme? Jo, nuk është, nuk kam ka shumë. Si bifi me kërkon? S'kam bif me kërkon, i kam këtë, domethënë, unë edhe më shoh me asinë, unë e vishi jo, hajt se po, hajt se mirë e ki. A kupton, se nuk merra me to se unë po them që 7 vjet merra me TikTok. Nuk është tash që kam nis TikTokun. Për shembull do të thotë që janë nis tash TikTokut më ndonjë më shoh se kam problem mes. Apo se ai nashta tash e ka 2-3 muaj e ka atë fazën e vet edhe shkon. Po ka për shembull një video ku të ka shku shumë viral, po themi gjysmë milion, 1 milion, po ka një herë thotë që i kum ropi shmanë dhe e kisha fshin qit video. Është një video që e kam para një 3 vjetë në duket, i ka rreth 15 milion views ai ka. Ajo është domethënë u ka një farë trendi që deshin TikTok live, që deshin kishin pohojnë buba sana. Edhe bësh theshin çama stot e hoqit buba, e ku pa bëni një video lidhje me ta, e që ajo domethënë më ka balles shumë. Po nuk është që i kum rapësh mua diçka kështu, ama s'di se diçka që më duket interesante që kum postu haj. Po e zom që t'ka hup vëmendja dhe e ki riqin shumë tull. A ke bone herë në asi drame, po thëmë thujza, për me rikëthy pra vëmendjët e ti? Ose ke rajt diçka, ose e ke bo pak, i ke qit pak spec, po thëmë kështu për me para publikut më duk? Për me bo diçka, si me thonë, drama më ka më najkojnë më nësen, jo. Ose edhe për vetin, diçka ke rajt, pak ma shumë se so që dohet veç për me mo. Ja të njek me më rej. Jo po. Ja, nuk më bo koras, nuk e bëj kur. Me konë që m'bjen, për shembull, ajri që se m'bjen viewsat, më kanë ro, nuk e diçka që asine, se për shembull njerëz ju bëhet njeri bajat. Nëse ju kum bo për shembull bajat, okej, gjë normale, unë e vazhdoj temën apet. Ka punë tjera që muna mi bo, vend tyne. Por ako na i VIP pak ma i famshëm që t'ka shkru në DM, ku do qoftë, veç inicialin nëse mundesh me na jo? Në DM që më ka shkru. Ose që t'ka përgëzu, ose që t'ka, ku me di, t'ka shajt, ose... Ka shumë që për shembull më kanë folë, jo në DM që më ka shkru, po më kanë përshëndet. Edhe kështu në koment, ose ku do qoftë? Ose një jetë reali, kur i kum po, ose ku me di qka, më kanë përshëndet edhe më kanë njohë, do më thonë, më kanë pe TikTokut normal. Amo, një person që më ka gëzu, kështu është Dafina, se Dafinën e kum pos. Edhe aja t'ka komentu? Po, Dafinën e kum pos. Që shenin ato momente, se e kum po video, e kon shumë excited. Po, shumë, Dafinën e kum, do më thonë,
ajo është diva, është për mu, për mendimin tam, ku në gjithë domethënë ku ajo artisti jam e preferuar në Kosovë, Shqipërinë, kado që është në Nëse të kish ftu ajo me naj klip të thojin, a kishe pranu? Për më bu bashkëpunim me to? Jo bashkëpunim, po në qoftë edhe... Për ke burë të thuj bashkëpunim, inshallah buhet. Po inshallah edhe bashkëpunim, se jo. Po, pse jo. Nuk kisha refuzu, jo. Okej. Për ata s'kisha refuzu. Okej. Po e zojmë, po të ofrohen 10.000 euro. Edhe po të bëhet pyetja, ose po të vendoset si kusht, me u toll me njërin prej shokëve së shoqeve tua të ngushta. Ki me toll shokun e së shoqen për 10.000 euro. A e kishe pranu këtë ofertë? Për çka mi bu për shembull? Në përgjithësi çfarë do tollje qoftë që e kishe bën ndaj kundër atij, kundër asaj shoku ose shoqe të ngushtë që e ki ma me qef. Hajgore mi bu si pranka? Po. Amo që na është ta kish kaluar në seriozitet, kish mujt edhe mu prish shoqënia. Nuk besoj, se shokun tam më ngushtë e kam si vëllai, që po të them. Nuk besoj se na kish prish shoqënia për një prank që i bëj, se na ndodh me bëj gore me një tjetrin prank, mi bëj një tjetrit të nkuan. Po edhe nuk është që i postojnë TikTok apo den. Po besoj se na kish prish shoqënia edhe nëse e kisha bu. Për shembull e kisha bu me fjalë 5.000 aty, 5.000 për veti, apo den. Unë e di që i e beqar edhe ki shumë audiencë të mos si prej femnës, si prej meshkujve, atë ka ndodhur që këtë famën tënde me shfrytzu edhe me përdur, po thëmë kushtimisht, për me i shkru ndaj foncës tënde ose diçka tillë, me i kërku diçka më shumë, për me dollë për kafe ose kudo qoftë. Do shta me konsideru edhe për tarme me morë për femën ose çka do qoftë. Jo, është problemi që një kam diçka, se puna se unë për veti, ka ona këtu një dating e kësine sanë, edhe nuk foli, nuk është në diqka asine, po e kom pasë në një pes, ndryshe që ma ka ndryshu çdo sanë, është, edhe nuk është që foli fort për to, po nëse ndoll, apo këto nuk është diqka që s'muat më shpëndohë se njerë, zë njeri ka ndjenja, zë njeri e shprej ato të vetën, po menoj që çka do që të vjen mirë se vjen, nuk i thojnë ajo. Por atë ka ndodhur për shembull të e di çfarë figure je në një situatë sikletshme në publik për shembull që e kon, edhe që ke menu, wow, se mos po xhiru në anaj sen, edhe të nkun ruhesh. Jam parëzu një herë me motor. Okej. Që aty do më thonë që a i stash pas në më po viral që më gjiru. I pas ke i synit kamera. I kom i synit kamera, ku më shtu që të për moment. E kam videon teme ku jam rëgju, se më kanë kopë kësë kamerat sigurimit. Po kështu do më thonë këtë pjesën, që më mëngjizu dikush dhe më qitë në rrjete sociale, jo se më kanë do. Para se me kalu të pyetja fundit, një përshëndetje, e di që je të nku një shoqëtum si edhe e publikon familjen tonë, dhe njëjtën ku edhe vllau kur vjen prej jashtit, një përshëndetje për dy prindërit e tua dhe për vllaun edhe nusën e vllau, çka ju kishe thonë përgjithësi? Për babën, për mamën janë drita e shpirtit, gjithçka domethënë që unë e kam, frymore që unë e marrin ata, janë arsye që unë jetoj, edhe arsyeja pse unë jam në Kosovë për momentin, se unë fakt shumë s'mujt me këtu, po unë është fakti që është që unë duhet ta më kujdes për ta, se unë unë me një fjallë jam kriju për më kujdes për ta. E për vllaun, jo veç vllaun, po vllazën, dy vllazët edhe të motrat që i kam, 5 motra që i kam, i përshëndes se një prej tyre, ju du shumë. Kam marrë mallin po në fakt, e për gruan e vllaut, ma bajote s'ka. Ata o kom si motrat teme, kështu që dy konotat i kom si motrat mija, kështu që... E kena po që ajo të nguston kun kur shkën, ose ja kesh pitet, ose... Po, normal, e kena kështu se unë po të tomë, i da si motër e vlohë, kështu që se kena problem, kështu që bujnë a i gore. E përmenda ma herë që je beqar, si pyetje e fundi, po m'intereson, për krejt ato vojzët që po të shohën, cilat janë ato karakteristika që duhet me bo ramin për vete një femën, ose qka nuk ishe pas qef me pas në të ardhmen partnerja jote? Nikam, qëra, se nështë të kalume. Dhe që shpo i shenë përgjësi femnat kosovare, në synin tënë? Mirë, nuk o kesh, amo shumica aty në janë të qërodit. A menon që ka nisë më bo materialiste pak, si shumë? Ko, nuk po thonë që s'ko. Se do më thonë, që do mos nashe që merëm në rrjetet sociale i shojmë se sene. Amo është sene që
Për mu, për më po për vetin një femën, është vetëm i sen që nështë mu, kështu është me konë njeri me një fjojë. Se nështë atë ka ju me kënë posë femën që ka u konë shumë e bukur, ose ka posë trupin e mirë, ose ku me di qka unë, s'po di. Nështë e më konë edhe majeri, ku më këshyrë së sene, po që sërë dhe me thonë, në moshën që jam 24 vjeçar, nuk më doket interesant bukuria, ose nuk më doket interesant trupi, ose ku me di qka, pa posë për shembull tru, ose pa posë mendje, ose mos me posë pak një farë s'po di shumë nga spjegu një farë spajsin trut vetin që me thonë, ka dole se qëtu po, qëtu jo, qëtu, apo me di kufinet e gjithë sani, apo se normal. Unë nuk po thomë që se tash e njësën, falni, ju feministët mos më gjuni se bëj po folje. Po thomë që për shembull një moshkull, një femën kur t'janë, do me thonë duhet me pas respektin një me tjetër. Nuk po thomë që vish femna me niku burën, po edhe burë do të me niku grunë, po me kufik burri grunë do të me niku, se jo do thonë në pikën që është e tepër. Ama, unë po thomë, nuk është diçka interesant që është bukuria ose të nësën, po një femën që din edhe nuk folë me një fjallë që adin që thonë e fjalla popullore, se ti akuzoj me thonë këtë fjallë, po jam e nëshu për shamu fjallën që shënë boglja. E cenzurojnë, apo? E cenzurojnë, si që nëshu për shamu ljo pa boglja me një fjallë. E përse ta do të muruj një gjithë sen që e fojë, se unë për veti që është kalzova për TikTok. Më thonë e kam ato që du të muruj që ka folje, jo me të pru për gjithë sen, jo pasine. Më thonë gjithë sen du të me posë kufinë edhe. Rami, të falenderoj shumë edhe s'po të marrë ma shumë kohë për këtë intervistë, po besoj që të ka pëlqyer. Faleminderit shumë. Për me pëlqej shumë edhe të kallzova që e kum pranu me ty se më ke dok njeri qëllë kështu edhe më ka pëlqyer vojbi me ty, kështu që mas 2 vite Kosur është ekskluzive për njëve. Mas 2 vjetë intervista por që më bëjë.